Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim si të ruajmë jetëgjatësinë e flokëve, si të kemi flokë të shëndetshëm dhe në rastet e rënies së flokëve çfarë masash dhe çfarë trajtimesh duhet të bëjmë. Shkaktarët kryesorë të rënies së flokëve mund të jenë të shumtë, por midis tyre ne do të përmendim disa. Së pari, është një hormon DHT, dihidrotestosteron, i cili në momentin kur ai rritet në vlerat mbi normalen, shkakton një presion në pjesën e sipërme të kokës dhe shumë meshkujve në këto raste fillojnë që ato folikulat sikur të shkëputen një nga një dhe flokët fillojnë të rrallohen dhe të bien. Pra, një pyll i dëndur me pemë fillon që ato trunjet të palosen majtas djathtas dhe njeri që ndodhet në këtë pyllin e rralluar shikon ta shikoj mirë diellin. Kështu ndodh me të vërtet edhe me flokët. Vetëm meshkuj, doktor? Në rastin e rritjes së DHT-s, pra dihidrotestosteronit, ndodh më shumë vetëm tek meshkujt. Pra ky hormon është më i fuqishëm se testosteroni, pasi përmban në brendësi këtë testosteronin, por përmban edhe një substancë tjetër e cila i jep, si thua, një rritje të qimëzimit, qoftë edhe në fytyrë edhe në trup, por jep njëkohësisht edhe një ngjyrë zëri më të fortë, më burrëror. Pra, nëse do të shikojmë një rritje androgenetike tek një mashkull është në nivele të larta, atëherë këtij pak e nga pak, jo vetëm që do t'i rritet ajo pjesa e ballit do t'i zgjerohet, por fillojnë flokët që të bien. Gjithmonë në pjesën e sipërme të kokës, duke filluar që nga pjesa e mesit të saj dhe duke zbritur drejt ballit. Kjo është vetëm njëra, por ka edhe faktorë të tjerë, për shembull ankthi, stresi, çrregullimet e gjumit e kështu me radhë, bëjnë që folikulat e flokut sikur të pësojnë të bien në një farë telogeni dhe ajo bie kalon si thua në një gjendje gjumi, e cila me kalimin e kohës, duke qenë se floku është i paushqyer mirë, atëherë ato flokë fillojnë që të bien dhe mund të rimbijnë përsëri nëse ne ngacmojmë folikulat e tyre. Sot në trajtimin e temës së rënies së flokëve, na është bashkangjitur edhe Alketa, një mikesh e punës tonë, por në Gjermani. Nuk e kemi marrë kot rastësisht, pasi kjo në atë vazhdimsinë e disa sëmundjeve që ka patur, një prej tyre ishte edhe rënja e flokëve për faq të përdorimit të medikamenteve të shumta farmaceutike, të kemioterapisë, të rrezatimeve e tjera dhe krahas atij kolitit ulceroz që kjo pati edhe një rënje të theksuar të flokëve, ndërsa sot ne të dy besoj se kemi të drejtë morale që të flasim se si juve të ruani flokë të shëndetshëm dhe me ngjyrën krejtësisht natyrale të flokëve të tyre, pa e ndotur me kimikate të shumta. Çrregullimet të tjera janë çrregullimet hormonale, për shembull, çrregullimet e tiroideve. Pra, luhatjet e jodit mbi vlerë ose nën vlerë, vezoret policistike, pra një çrregullim tjetër hormonal femëror, i cili mund të shoqërohet me mbushjen të gjokseve, të vezoreve ose të tiroideve me fluska ujë. Edhe kjo shoqërohet dashur pa dashur me rrëzimin e flokëve. Por, njëkohësisht, njerëzit ndoshta nga padia, ndoshta nga dëshira që të kenë flokë të tendosur mirë ose me kaçurela ose të ngjyrë me kimikate të ndryshme, mundet që atë tubin e asaj fibrinës së fijes së flokut ta dëmtojmë pak e nga pak në mënyrë graduale. Atëherë, një strisho e fortë e flokëve, një lidhje me elastik dhe një zgjatje mbrapa do të më çojë në një dëmtim fizik të flokut. Një ngjyrosje për shembull me kimikate të ndryshme, pak e nga pak do të më çojë në një dëmtim të fijes së flokut. Një tharje me ato pjastrat, por të nxehta, do të më çojë në mënyrë graduale pa diskutim në një dëmtim të fijes së flokut. Veç kësaj, edhe njerëzit që janë anemik, që neve sa po e diskutuam me Alketën, na ndihkojnë negativisht në rënjen e flokëve. Dhe së fundmi, ne kemi vënë re tek shumë pacientë
që ajo folikula, rrënja e flokut, në përgjithësi mbulohet nga bakterie të ndryshme që në ato më së shumti mund të kenë qenë stafilokok dhe kjo fillon që ta gryej, si thuash, rrënjën e flokut dhe fija e flokut konsumon dhe ato ushqim që ndodhet në folikul dhe ajo lehtësisht del nga folikula e saj, nga ai vendi ku ka qenë i mbirë. Këtë infekcion bakterial ne kemi vënë re qoftë edhe tek fëmijët, qoftë edhe tek të rriturit, sidomos tek meshkujt që në pjesën e mbrapme të kokës, ata ndoshta nga makina qetse e berberit, e pa trajtuar, e pa dezinfektuar, kanë marrë një infekcion në skalpin e kokës, në pjesën e mbrapme dhe fijet e flokut aty fillojnë që të dobësohen. Po kështu, ndoshta edhe nga lupusi, pra ajo sëmundja e ujkut që i thon ndryshe, flokët fillojnë të dobësohen.